Bashkia Malësia e Madhe ka ndëruar me titullin qytetar nderi dy futbollistët e kombëtares Kuqezi, Mario Mitaj dhe Armando Broja, si dhe kampionin e botës me boks Jurgen Uldedaj. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Tonin Marinaj ka vlerësuar këtë moment me rëndësi dhe për te Malësisë së Madhe. Është një ditë e shënuar për tredhin tonë. Tredhim tonë, tre sportista që o lanë gjurmë jo në rregull kombëtar, por në rregull ndërkombëtar. Ndërsa Mario Mitaj familjarisht ka qenë i pranishëm në këtë ceremoni, Armando Broja dhe Jurgen Uldedaj kanë patur të pamundur të jenë duke u përfaqësuar nga baballaret e tyre. Mitaj mes emocioneve të kuptueshme ka dhënë përshtypjet e tij. Një falënderim të madh për kryetarin e bashkisë dhe gjithë stafin e tij për këtë shumë të bukur që më kanë dhënë sot, i ditë shumë e veçantë për mua. Një falënderim të madh për rrugët e mi që janë këtu në mua. Shumë që jam malësor dhe një përmëtim që të gjubaj është që të mundëm të bëjë këma më krenar në të ardhmen. E folë një të fitim se zvanë. Tre futbollistë me famë ndërkombëtare janë vlerësuar si bijtë të shuar të kësaj treve, por edhe si shembull frymëzimi për të rinj malësor dhe shqiptar.